Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, duke uruar që dita t'ju ecë e mbar dhe plot shëndet. Sot do të ndalemi në një aktivitet shumë të afërt. Nesër do të zhvillohet edicioni i 14 i lojrave popullore Fest. Një veprimtari që tërheq shumë vëmendje, që jep shumë energji, që jep pozitivitet, që jep ditës një interes të veçantë dhe ka gjithë përfshirje. Organizatore e përvitshme me traditë, The Door Albania, e cila është organizatore edhe një sër veprimtarish të tjera, po gjithë përfshirëse që tërheqin vëmendjen e një numri të madh pjesëmarrësish dhe të ndjekurish nga afër të këtyre veprimtarive. Me mua sot në studio është drejtori ekzekutiv i The Door Albania, zoti Kastriot Faci. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në studio. Mirëmëngjes dhe mirë se gjej. Nësi gjithmonë të vish në emisionin tuaj. Është reciproke. Në fakt, energjia që përcillnin në këto veprimtari është mbreslënse, sepse siç duket pasioni ju shtyn në organizime të tilla, siç ishte vetëm pak ditë më parë dita e biçikletës në Shkodër. Një veprimtari që gjithmonë tërheq vëmendje, sepse biçikleta si element urban është pjesë e pandare jetës së qytetarëve të Shkodrës. Po, në fakt, kur vjen Shkodër, çdo njeri që vjen për herë të parë, qoftë i huaj apo vendas, përballet pikërisht me këtë simbol të qytetit, i cili është një simbol që e përdorin gjithë, është një mjet shumë efikas, një mjet që t'jep shumë shëndet, lirshmëri në transport, kursimtar, që i ka të gjithë mirat, që nuk ndot, që është me të vërtetë një vlerë që ka Shkodra. Ajo që më ka bërë përshtypje, jo vetëm mua, një masë të madhe njerëzish, dhe besoj është përhapur si informacion risia e këtij viti, ishte ai element shumë i bukur që ju keni realizuar si monument i vogël natyral, por shumë i afërt, biçikleta dhe peshkatari, dhe e keni hedhur në bunë, aty ku përshkohen rrugët, aty ku njerëzit mund ta shohin dhe ta admirojnë, gati të zgjasin dorën për ta prek, gati të bëhen gati ta imitojnë. Shumë e bukur. Në fakt, kjo ishte risia këtë vit, se krahas aktivitetit që ne bëjmë lëvizje për mobilitet, këtë radhë në fakt shkume në zonën e Bukurdaqit, në një distancë prej 20 km nga qyteti i Shkodrës për vajtje dhe 20 kthim, me një grup të rish edhe fëmijësh edhe të rritunish, por doshim që të bishim në një diçka tjetër e cila do të tërheqte vëmendjen e vizitorit, diçka që tërheqte vëmendjen edhe të qytetarit shkodran, sepse është shumë rëndësishme të theksohet që shkodranëve nuk i bëj shumë qefi për gjanat vogla, dojnë me pa diçka ndryshe, mos i kanë shpirtin e artistit. Duhet t'i ngacmosh pak. Duhet t'i ngacmosh, duhet t'i japsh diçka cila me të vërtetë jo vetëm i ngacmon, por i bën me bë si thonë ata. Për shembull kanë pas statuset ndryshme që thonë Shkodër Loce, edhe kanë vu biçikletën, ose ba me kanë Shkodran, i ban tana. E kështu me radhë. Në fakt, pra na këtë synoshim fakt që t'i bashim njerëzit të shikoshin një vepër artit modeste, do të thënë, për arsye të fondeve, por që është realizuar shumë bukur, edhe qëndron aq bukur sa s'ka, dhe është një objekt artit të lëvizjes, i cili do të lëvizit nesër me rastin e lojrave popullore, do të shkojnë nga Buna. Pra është një element i lëvizshëm, nuk qëndron aty. Është një vepër arti. Sepse në dimër fryhet. Jo, s'ka problem, ajo është marr masa që qëndrojnë aty fryhet vjosa. Edhe Buna. Por problemi është se ajo është dedikuar për me ndaj në ujë, por jo vetëm në ujë, por edhe në tokë. Domethënë është një objekt i cili është menu që tjetë të shkojnë qoftë me ambientin urban para Bashkisë Shkodër, para Radio Shkodrës, para
Muzeut Maruki. Pra nuk bëni një të dytë. Ja, ideja ju e është që keni ne ta realizuar. lëvizim këtë objekt, na mund bëjmë një dytë edhe kena disa ide për të vazhduar me këto lloj vepra, sepse po ta shikojmë kjo lloj vepra artit, punë artit, ka në vetvete një bazament me fuqia, pra është një riciklim. Na kena përdorur elementet e riciklimit, qoftë edhe paletat që janë përdorur sipër për me kriju bazamentin e biçikletës, dhe qoftë edhe elementi i krapit, i peshkut, i liçenit, apo edhe vajza vogël mrapa në biçikletë, sepse pa kuptu në fakt se hymë pak me ba, po themi ne edhe Një koment të shkurtër. Koment shkurt, pavarësisht se na ke thirrur për lojnat popullore, por kam dëshirë që ta them për gjithë ata dëgjuesit e Radio Shkodrës, që te kjo biçikletë një farë mënyret ose një mënyrë tjetër gjithë ne e gjejmë veten. Unë kujtoj babën tem, i cili merrte kallamat me biçikletë dhe na vete ne, faleminderit, na vete mrapa në Samar edhe shkoshim me kallama para ngalla me gjujt në punë, në liçen. Ashtu sikur edhe shumë njerëz tjerë, baballar tjerë. Kena vendosur një fëmijë, një vajzë, sepse ishte ideja dhe balancës pak gjinore. Edhe ai fëmia është, pavarësisht se është në vendin e dytë mrapa, po ai është në fakt shumë e rëndësishëm, është e ardhmja. Edhe e kishim konceptuar me një tub me bushiqa, i them në Shkodër, tullumbaci, i thët gjuha letrare. Edhe ideja që ai fëmia mbart në vetë një ëndër për Shkodrën, edhe një ëndër që fluturon, edhe shpresojmë që tjetë ardhmja e këtyre fëmijëve. Pa zgjatur shumë, dua të përshëndes komplet grupin realizues, ideatorin, kastriotin dhe vëdor, skulptorin e mirënjohur Petrit Bilali dhe mjeshtrin e punimit të hekurit Alket Samaj, i cili është pjesë dhe dorë. Dhe që është pjesë të Taraboshit. Është një vullnetar, në fakt, tek dhe dorë, është antar i bordit dhe dorë, është një shok i mirë, një baba i mirë, një mik i mirë, një aktivist i jashtëzakonshëm, përshëndetje Petrit. Përshëndesim të dy edhe Petritin, parasy të Covidit ai spati mundësi të ishte afër nesh në ditë të aktivitetit, po shpresoj që ai të bëhet mirë shpejt edhe të kthehet në ato vëmendaritë e tija ditore. Patjetër. Ndërkohë që biçikleta që ka lëvizëse do të jetë vazhdimisht në ujërat e Bunës, por jo vetëm. Ndërkohë kemi një aktivitet shumë të afërt nesër. Edicioni i 14 i Lojrave Popullore Fest. Një edicion që ka një organizim të veçantë, apo jo? Po, në fakt u bë me 14 vjeç. Domethënë kena filluar para 14 vitesh, po di që kjo punë që po bashim do të vete themelet e një aktiviteti i cili është traditë tashmë, fal edhe një bashkëpunimi shumë ngushtë që na kena ndërtuar nëpërmjet bashkisë, fondeve dhe bashkëveprimit me Bashkinë e Shkodrës, pasi edhe bashkia ka gjetur si një aktivitet që është atraktiv dhe i shërben pikërisht turizmit, i shërben të ardhmes, i shërben pasurimit të vlerave kulturore, trashëgimisë sonë kombëtare. Masi në këtë event vijnë trupa të reja, dhe në fakt duhet të theksohet kjo, vijnë trupa të reja, pra nuk është si festivali Gjirokastrës ku merren pjesë trupa profesioniste. Këtu bëhet fjalë për trupa amatore të rish, të cilët vijnë nga rajoni. Kështu këtë edicionin e 14, ne kemi për shembull organizatën ose shoqatën kulturore Ana Morava nga Vitia. Kena shoqatën kulturore Jahi Hasani nga Cegrani i Gostivarit. Kena një trup modeste, po shumë të këndshme nga shkolla Luco Graja nga Dajqi, këtu pikërisht në zonën rurale të Bashkisë Shkodër. Kena normalisht edhe duke qenë Shkodër qendrën kulturore Pjetër Gaci, të ri të Pjetër Gacit, në drejtimin e Aldo Nix, por na vjen edhe një organizatë tjetër, një shkollë tjetër, e cila quhet Nik Mërnaçaj, vjen nga Tamara. Është edhe ajo shkollë, nëse mund ta themi, nga Malësia Malle, pjesë e Bashkisë Malësisë Malle. Por edhe jo e fundit, por edhe fituesja në fakt e edicionit të vitshëm
të vitit të kaluar, edicionit 13, që është AKV minatori nga Kishnica e Kosovës. Pra kemi gjithsej 6 trupa, secila mbart me vete vlerat e folklorit, vlerat e veshjes, lojrave popullore, sjell në Shkodër një pjesë të artit, një pjesë të trashëgimisë tonë kombëtare, e cila shpresojmë që të mikpritet edhe të përcillet tek spektatori, por edhe tek telespektatorit që të na njekin më në të ardhmen nëpërmjet valeve të televizorit. Këtë vit, në fakt, ne kena menuar që të fusim një element shtesë, që do të jetë interaktivitet me publikun, pra do të zgjallim rëndom nga publiku disa persona cilët normalisht kanë edhe dëshirë me marrë pjesë, mundësisht të jenë edhe ata të ri, pasi edhe vetë ose edhe do të jenë të hapur për gjithë, pse jo, për të bërë disa lojna, siç është tërheqja me gisht, domethënë kush është më i fortë, dhe do të ketë 2-3 çmime, të cilat këtë vit vijnë pak veçanta, sepse do të japim për shembull pul, do të japim gjel, do të japim disa në natyrë. Në natyrë, po. Për t'i dhënë pak edhe në natyrë. Po, për t'i dhënë pak edhe, po themi ne, ngjyra folklorit, por edhe për t'i motivu pak edhe pjesëmarrësit në mënyrë që të dalin edhe të marrin pjesë. E shoh që gjeografia është e përhapur. Si keni mundur ta realizoni këtë nga Gostivari, nga Vitia, nga përsëri një trup tjetër nga Kosova? Kishnica. Në fakt, më thon drejtën, vetë edicioni 14 tregon se ti nuk ke filluar sot. Domethënë ke disa vite mbart në vetvete në shpatullat e këtij aktivitetit, një eksperiencë ndër vite, duke qenë një aktivitet i përvitshëm. Normalisht që njerëzit domethënë marrin këtë lloj informacionit fal edhe kanaleve tona komunikuese, por edhe fal edhe duhet të falenderoj edhe ju që na krijoni hapësira për të dalë edhe për ta amplifikuar atë çfarë ne bëjmë, se është shumë e rëndësishme. Kjo është detyrë jonë. Shumë faleminderit, por shpesh herë shohim që më prioritet kanë lajmet politike, lajmet krimi etj, se sa lajmet jeshile. Unë kam dëshirë ta quaj lajme jeshile. Sa shumë kemi nevojë për veprimtari të tilla, siç organizoni ju për shembull. Jashtëzakonisht shumë, sepse sot po përballet edhe të rinia me një mos dëshirë për pjesëmarrje, për përfshirje sociale, po përballet rinia me fenomene që tashmë dihen, fenomene që unë nuk kam dëshirë edhe ti përmend, sepse kena ardhur këtu për me fol për gjanat e mira, por po edhe ti nxisësh, ti frymëzosh larg indiferentizmit, është një po, edhe ne këtë e bëjmë, faktikisht e bëjmë në qoftë edhe për të rritunit, por edhe për rinin, e bëjmë nëpërmjet klubit Taraboshi Junior, nëpërmjet klubit Taraboshi Shkodër, nëpërmjet organizatës të dorë, e bëjmë nëpërmjet bandës muzikore për persona me aftësi ndryshe. Pra gjithmonë që kena bërë një 11 vjet rresht me futbollin e femrave dhe të fëmijëve, edhe kena qenë gjithmonë pioner, po themi ne, në zhvillimin e alternativave dhe krijimin e mundësive për të rinj, por nuk është e mjaftueshme, sepse ka të rinj edhe fëmijë që jetojnë jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por janë edhe në rrethina, cilët kanë nevojë për më shumë se kërkosh tjetër, për më shumë pjesëmarrje, më shumë aktivitet, në mënyrë që nesër të rrisim një rini që të ketë një jetë sa më të pasur, edhe të ketë një dëshirë që të kontribuojë për vendin e vet, kontribuojë të jetojë këtu, mase edhe të jetë ajo që do të na zëvendësojë nesër, na sjena të përjetshëm. Normalisht që do të mjellim sot edhe nesër do hamat çka kena mjell. Përcjellja është një mision i bukur. Ne nuk punojmë sot fort, nesërmja do të jetë shumë e zymt. Si lindi ky aktivitet, lojra popullore? Po, në fakt, sepse nuk e di, ndoshta gaboj, po më duket unikal. Është e vërtetë, është unikal në llojin e vet. Edhe jo për shitme, është tek ne dhe gjithmonë tonë në rajonin nuk ka një të tillë që quhet Lojra Popullore Fest. Do të falenderoj shumë fakt një miktonin Ridvan Sokolin, i cili punon në bashki dhe kujtoj në edicionin e parë kishte një projekt nga Napoleoni te Tarantella ose diçka e tillë, ishte një projekt mes dy shteteve, Italisë dhe Shqipërisë edhe Bashkisë Shkodër, dhe normalisht që u kërkonte një organizatë e cila kishte edhe dëshirë, po kishte edhe networkun
nevojshëm për ta bërë diçka të tillë dhe më thon drejtën e bëmë aktivitetin. Ndoshta momenti i parë ishte për të bërë diçka me bashkinë, për të qenë afër bashkisë, sepse na jena këtu për të shërbyer komunitetit Shkodrës, e normalisht që duhet bashkëpunim. Edhe bashkia e ka një qëllim të tillë. Mirë po vru me re se pjesëmarrësit kallëzuan aq shumë interes, saqë na banen me menu për një edicion të dytë faktikisht, pavarësisht se ishte diçka e pa planifikuar, domethënë do të bëhej vetëm një vit. Mirë po vetë interesimi edhe loja e ndryshme e këtyre trupave që ishin jo të pakta, kena pas plot 12 trupa, qoftë nga Ulqini, qoftë nga Kolegji Hasan Reza Pasha, tjetër më shkolla Pyore, shkolla Osokuka, kanë kënë shkolla Bajzës, shkolla Hotit, pra kanë kënë një, më falin qoftë nuk e kujtoj, po kanë kënë plot 12 trupa, cilët postripa, cilët kanë ardhe dhe kanë përdica, kanë ardhe dhe kanë performu lojna popullore edhe kanë bërë me shumë dëshirë, pra ata janë edhe motivimi që na morme për të vazhduar këtë risi edhe për ta pru deri sa. Cilat kanë qenë sfidat për realizime? Po tashi sfida, më thon drejtën, kur je organizator ke një sër sfidash edhe ke një skuadër. Unë do të falenderoj gjithë skuadrën që punon bashkë me mua, se nuk jam unë i vetëm. Normalisht është kolega ime Jasmina Bushi, cilën e përshëndes, bashkë me Delfinen, bashkë me Arben Salen, me një grup njerëzish, por edhe juria, siç është zoti Semen Gjokoli, cili na vjen çdo vit, sekretari i jurijet nga Aulona International Festival. Apo këtë rallë kena dhe zotin Bardh Hysa, cilin e kena pas ndër vite bashkëpunëtor, të jemi të sinqert, edhe Aldonika si koreograf. Mirë po sfidat tek ne, në fakt sfida më e madhe është buxhetet, masi buxhetet kanë ardhur duke u paksuar, ndërkohë që aktiviteti ka marrë një famë. Ka marrë për masa më gjana, sepse vetëm atë ditë në Shkodër ne minimalisht kena 80 vetë për darkë, domethënë që vinë nga trupa të ndryshme, që janë nga larg, pa llogarit trupën e Shkodrës. Pra, automatikisht duke ardhur ata në Shkodër kanë për të vizituar pedonalen, kanë për të vizituar muzeet e Shkodrës, kanë për të vizituar Kalan, edhe çdo person që është aty bën një foto të paktën 2-3. Edhe shpërndan, mirë po beso të nesërmen, ose maksimumi fundjavën e ardhshme, ke shumë njerëz që thjesht e marrin spunton nga një foto që ka vu Merida apo Kastrioti, edhe të udhtojnë drejt Shkodrës. Edhe këtë ma kanë thënë shumë herë ato që kanë qenë prezent, edhe kanë metë edhe të befasum nga mikpritja jonë tipike shkodrane, edhe nga dashamirësia, sepse duhet ta theksojmë që ne duhet të bëjmë edhe bëjmë gjithmonë të pamujtërën që këta njerëz që vinë një herë të mesin miq për hershëm Shkodrës. Nuk është thjesht e fokusuar tek lojnat popullore, po për te lojnave popullore, domethënë kur ti bin telefoni e ti thojmë që jam nga lojnat popullore, jam nga Shkodra, ata gjithmonë të kenë një buzëqeshje në mendjen në zemrën e tyre dhe të jenë gatshëm për të marrë pjesë. Në përgjithësi, po të hedhim një vështrim këtyre lojrave popullore. Sa e pasur është zona, por jo vetëm, ajo që vjen aty në atë skenë dhe performon? Po, në fakt, gjithë secila trup ka veçantinë e saj, sepse nëse udhtojmë nga zona në zonë, gjithmonë gjejmë specifika, veçori të kostumografisë apo dhe të folklorit. Kur flasim për folklorin, flasim për këngë me motive folklorike, e cila vjen nga zona, për shembull do të kemi Tamaren, me cilën faktikisht është hera parë që po bëjmë një bashkëpunim tillë, që më ikpres shumë sepse ajo ka sikur vetëm xhublete, një xhublet me pru, Tamara ka pru një vlerë të jashtëzakonshme. Por njëjta gjë noll edhe për trupat që domos që vinë nga jashtë, ato janë të mirë kurume. Kufive shtetëror, por janë shqiptar. Po, bashkëkombësit tanë, cilët jetojnë qoftë në Kosovë apo dhe në Maqedoni, të cilët janë shumë fanatik të rujtjes së veshjes dhe të traditave, qoftë në veshje, po qoftë edhe në këngë edhe në valle, cilët mase ndoshta ajo jetesa duke qenë minorancë dhe duke një vetin pak në impresionin e majorancës, i bën që të punojnë shumë në këtë drejtim. Edhe
vinë të veshën qysh të papet që këtësejnë, edhe deri në majtë kokës të Ashamia, me thënë të vërtetën bën një punë fantastike, edhe unë për këtë duhet t'i përgëzoj, edhe bi një vlerë jashtëzakonshme të madhe bashkë me veten e tyre si persona. Ata mase nuk e din, por unë kam dëshirë që nga goja jeme edhe në emrin e organizatorëve dhe të financuesit Bashkisë Shkodër, por edhe të organizatës të dorë, ti them që duke ardhur në lojëna popullore ju bani një gjam të mrekullueshme. Vlera njerëzore, vlera social-kulturore, vlera trashëgimisë tonë kombëtare, pra ju falenderoj shumë që vini këtu. Duke ndalur pikërisht tek etnografia, tek kostumografia, ju keni edhe një traditë që e keni organizuar në vite, siç është parada e veshjeve me zonjën Servete Kastrati, të cilin e përshëndesim. Pra e keni këtë vazhd dhe elementi i etnografisë ka tërhequr vëmendjen dhe seriozitetin e duhur. Pa diskutim, në fakt nuk e di, po ju jeni të marrë, jeni njohës shumë mirë e aktiviteteve dhe personazheve dhe kjo mban me krah. Mban me krah sepse shpeshherë emrat në vend që ti thamon, ti themi ne. Po kjo s'ka rëndësi. I thoni ju. E rëndësishme është që të përmendem. Edhe unë të falenderoj sepse në fakt kjo zonja Servete Kastrati është një zonjë në Rume, e cila është një artizane pa lollur, e cila na ka mbështet bashkë me bashortin e saj, ka qenë për disa edicione me radhë në Shkodër, duke kontribu, po them këtë me zat nalt, duke kontribu falas për eventin, duke dhënë një vlerë shumë të madhe domethënë eventit ton, duke marrë pjesë. Prandaj kam edhe unë dëshirë ta përshëndes fort. Përshëndetje. Edhe ti them që është e ftuar nesër, por jo për të punu, por thjesht për të ardhur dhe për ta shiu eventin si spektatore. Është një përcjellje shumë e bukur e traditave, e komunikimit, një interaktivitet, një komunikim, por që lidhet me atë skenë, ku grupe të ndryshme me shumë entuziazëm, me pozitivitetin që t'jep një atmosferë e tillë, performojnë krejt lirshëm. Ashtu është, në fakt këtë synon edhe aktiviteti jonë, domethënë aktiviteti jonë t'jeti i thjesht, t'i çlirojnë këto të rit nga paragjykimet, t'i çlirojnë nga njësitë e stresit, sepse jeta është e tillë, domethënë ti shfrytëzoje mundësinë që ta jep ai tjetri, shfrytëzoje për mirë, bën as sa mundesh, por mëso. Kur të vish aty të shikosh që trupat nga jashtë kanë ardhur të veshur me pape, me opinga, me kështu, duhet ta ndrosh edhe ti stilin pak, jo të vish me kpucë lehta, pa dashur të paragjyku, sepse kujdes nesër që nga veshja. Pa tjetër, sepse edhe juria që është aty për të bërë vlerësimin, normalisht që jep pikë maksimale për ata që janë vesh pa mirë. Fillon aktiviteti? Aktiviteti në fakt na kena parashikuar ta fillojmë me një shitje të lirë në qendrën e qytetit Shkodrës, diku nga ora 5, për të vazhduar pastaj në orën 6 ose në orën pasdite, në orën 18:00 në sheshin e bukur të Shirokës, Buzë, liçenit bukur të Shkodrës, ku do të bëhet pra edicioni i 14. Edicioni këtë vit, si gjithmonë, nuk është tërësi, por është vazhdimsi, do të moderohet nga dy miq tanë tashmë të organizatës të dorë, por edhe të këtij eventi, siç është Miran Drabeja dhe janë të dy gazetarë dhe Linda Doda, cilët ata i përshëndesim. Edhe kështu. Po natyrisht do të ketë pas do të ketë edhe një fest për ato të thame, për ato që kanë ardhur nga larg. Po do të ketë edhe elementet e spektaklit, patjetër, aty të rit do të trupat gjitha pa përjashtim do të konkurrojnë me të paktën një valle popullore me motive folklorike, me një këngë me motive folklorike, me një sfilat me veshjen popullore që kanë, edhe me një grup lojrash të ndryshme të zonës në ata vit. Cila është grup mosha grup mosha në fakt na themi është aktivitet për trit, është aktivitet për trit, prandaj duhet mesim midis 15 deri në 18-19 vjeç. Po ndonjë të më shumë që transmeton
Po në fakt kemi edhe përjashtime, energjinë e tij. pa diskutim shpeshherë kemi pas muzikant apo këngëtar apo edhe personazhe tjerë të ftuar, për shembull do të përshëndes edhe grupin që vjen nga Krraba, visarët e Krrabës, por këtë rrallë do të na mungojnë për arsye që dihet organizative buxhetes, ne s'patë mundësi. Drejtohet nga Ilir Selba, nga hoxha imami i Krrabës, cilin e përshëndes shumë edhe falenderoj sepse vjet për shembull pa të pru një zoj të rreth 60-ve dhe veshën e stilizuar me një veshje tipike të zonës që ishte një visar në vete. Në të vërtetë është një spektakël i bukur, por që ka një interaktivitet edhe me publikun, siç e thash më herët. Në fund vjen e ka fjalën juria. E keni ba me çmime. Sa nxit Këto ky çmimet, element. patjetër, këto çmimet që garojnë këta tri, do ta theksojmë janë çmime modeste, sepse janë vendi i parë, vendi i dytë, vendi i tretë, ka një kup që jepet trupës më të mirë, por me të vërtetë pavarësisht se çmimet janë shumë modeste, do të thosha shumë modeste sepse këto trupat që vinë për shembull nga larg, do ta theksojmë paguajnë vetë shpenzimet e transportit. Edhe për këtë do t'i përshëndesim, do të ishte mirë të kishim edhe vlera ndoshta monetare apo diçka tjetër me më me vlerë, por megjithatë të gjithë pa përjashtim janë aq të motivuar edhe luftojnë aq shumë, po që luftojnë thojza. Kuptohet. Se nuk pëlqen fjala luftë. Garojnë aq shumë seriozisht saqë vetëm i pa, domethënë. Kush është mbështetëse e këtij aktiviteti? Po, mbështetëse e aktivitetit në fakt është Bashkia e Shkodrës, me një buxhet shumë modest, do thosha, për faktin që ka edhe veprimtari të reja edhe të tjera, dhe normalisht megjithatë ne jena shumë falënderues Bashkisë Shkodër, ka edhe disa biznese të cilat kanë dëshirë të mbështesen dhe kanë mbështet nga viti në vit, por janë edhe ato kanë qejf të qëndrojnë anonim për arsye të tyre, edhe ne respektojmë, po shpeshherë na japin hapësinë, na japin akomodim falas, na japin shërbime falas, cilat pa shërbimin e pa kontributin e tyre na do të kishim pamujtur të vishim deri këtu në edicionin e 14. Por një gjë do të theksojmë gjithmonë, kena parashikuar dhe kena thënë që ta bëjmë edhe këtë vit se vitin tjetër do të ketë buxhet më shumë, por fatkeqësisht domethënë buxhetet janë shumë stative, gjëra të cilat na bën pak të vështirë, megjithatë sa të kena atë pasionin edhe dëshirën e mirë për të shërbyer Shkodrës, ne do ta vazhdojmë edhe të dorëzohemi. Ajo është ai pasion të mban gjallë. Të mban gjallë. E uroj që të keni sukses dhe vazhdimsi, sepse traditat zhvillohen dhe përcillen vetëm nga pasioni që kanë njerëzit, që kanë organizatorët, që kanë pjesëmarrësit, përndryshe nuk do të ishte vazhdimësia. Një bateri e fortë, domethënë karikim baterish për ne është në fakt me keni sinqert me ju edhe ajo buzëqeshja që majnë në sytë e ty në këto fëmijë kur vinë këto trupat që janë të ri dhe fëmijë. Edhe pasioni dhe dëshira aty ajo ne na jep shumë motivim për ta bërë dhe për ta marrë përsipër pavarësisht shumë vështirësive, siç thash, financiare. Por megjithatë janë trit që ne na bajnë domethënë me fletëru, na bajnë më nis si ato. Kjo. Po ju nuk ndaleni. Kaloi dita e biçikletës, erdhi nesër lojra popullore Fest, edicioni 14 dhe keni një vazhdimsi që gjithmonë ka një kënd të madh gjithëpërfshirës. Në fakt në kuadër të vazhdimësisë të punës së organizatës së dorë, ne aktivitetin e rrallës kemi organizimin e asnjë fëmijë jashtë, i cili edhe ky është një aktivitet i përvitshëm që bjen së bashku grupe të ndryshme nga backgrounde të ndryshme sociale, kulturore, fëmijë që vinë nga zonet rurale, nga komunitete në nevojë, siç është komuniteti rom egjiptian ose personat me aftësi ndryshe, minoritetet e ndryshme kështu me radhë. Dhe është në fund të dhetorit, ndërsa aktiviteti tjetër që ne do përgatitemi fuqishëm, në fakt është një surprizë na është bane nga organizatoria e festivalit ndërkombëtar të filmit për persona me aftësi ndryshe në Prishtinë.
nga zonja Ganimete Sava, cilën me të vërtetë e përshëndes dhe i uroj shumë fat edhe suksese në punë në përgatitjen e këtij festivali aq të rëndësishëm për vetë mesazhin edhe vlerat që mbark, mesazhin që transmeton dhe vlerat që mbark në vete. Do të themi që ne po përgatitemi fuqishëm që të jemi pjesë e këtij festivali, por jo me një film, por me performancën tonë, me muzikë që bëjnë vetë këto personat me aftësi ndryshe që vijnë nga Bashkia e Shkodrës. Pra ne do të jemi me datën 3 dhjetor, do të jemi në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi ndryshe, do të jemi pikërisht hapës të këtij festivali që është shumë i rëndësishëm për vetë organizimin e tij, që mbahet në Kosovë, në Prishtinë. Ska si tjetë ndryshe, veç të gjithë ata që po në ndjekin ju uron suksese në këta hapë dhe ritëm të këtyre aktiviteteve që kanë një rrezë të gjanë të pjesëmarrësve, të interesit, të pozitivitetit që i shoqëron, të vlerave që patjetër mbartin. Nesër Fest Lojra Popullore 2021, edicioni 14. Po me 14 vjeç. 14 vjeç. Në moshën e adoleshencë na kalu me fëminin tash. Po shikojmë për më shumë. Pa të tjerë për më shumë. Patjetër. Uroj që çdo gjë të shkojë e mbar, ashtu siç ka shkuar deri tani. Uroj që kjo pjesëmarrje natyrisht të zgjojë interesin e shumë të tjerëve që do t'jenë pjesëmarrës dhe do ta ndjekin këtë aktivitet. Uroj që ju si organizator të merrni akoma me fuqi dhe frymëzim për aktivitete të tilla të bukura, mbarësi dhe suksese. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit ju për urimet tuaja, që lëvin shumë të ëmbla. Ju falenderoj po. Na bajnë, thash edhe më parë, na bajnë me krah, në fakt se na kena nevojë pikërisht për njerëz që na mbështesin, sepse nganjëherë paraja nuk mjafton për të përballuar gjithë vështirësitë. Ka shumë rëndësi që njerëzit të komunitetit të mikpres të mirë kuptojnë edhe të mbështesë me atë që kanë dorë. Edhe unë du të falenderoj drejt për së drejti ju edhe gjithë kolegët tuaj që janë pas kuindave, nëse mund ta quaj kështu, nga ana tjetër e studios, për vetë mundësinë që na dha, për vetë këtë që bani çdo ditë, por jo vetëm për ne, por edhe për gjithë vlerat që ka Shkodra. Unë e njeh shpesh herë emisionin tuaj, jemi sinqert. Pavarësisht se jam në zyre duke punuar, e la një dritare të vogël edhe më pëlqen shumë sepse herë pas here ju me të vërtet bini pjesën më të mirë të Shkodrës dhe më pëlqen se janë ato pikërisht lajmet e gjelbërta që ne nganjëherë na mungojnë pak si shumë. Unë dua e ndjej nga thellësia vetes. Dua t'ju falenderoj ju, sepse ju e sjellni këtë informacion. Ju pjesëmarrësit e programit Mirëmëngjes Shkodër, ju të nderuar, të ftuar të mi. Kjo studio është nderuar për jush. Faleminderit.